Përshëndetje miq. Sot do bëjmë një lehtësim i cili do të jetë kolektiv. Ju mund të sillni numrin 1, numrin 2 ose numrin 3. Unë kam vendosur disa letra të cilat mund t'ju udhëzojnë më tepër, pra mund të tërhiqeni nga koloriti ose mund të tërhiqeni nga imazhi. Dhe më pas ju zgjidhni se cili kafsh apo cila këtu në këtë rast kemi një insekt, një peshk dhe një kafsh, pra cila nga këto tre imazhe ju tërheq më tepër dhe më pas ju mund intuitivisht të lidheni me leximin. Ky lexim i referohet energjisë se çfarë ju duhet të kuptoni në këtë periudhë të jetës tuaj dhe përse nuk duhet të dorëzoheni. Pra kryefjala është përse nuk duhet të dorëzoheni. Gjithë ky lexim do të fokusohet pikërisht në këtë fjali dhe në këtë energji që disa mund të ndjejnë bllokime në këtë periudhë. Kështu që jeni të hapur energjikisht, mund të mbyllni syt, të merrni 2 herë frym thellë. Mund ta bëjmë së bashku frymarrjen. Hapni syt dhe shihni se intuitivisht mos mendoni, por cili nga të tre numrat ju tërheq më shumë. Pra numri 1, numri 2 apo numri 3. Le të fillojmë me numrin 1 për të parë leximin për këtë periudhë në jetën tuaj. Numri 1. Numri 1 udhëhiqet nga, ose le të themi, ajo çfarë ju ka tërhequr më tepër është ky dërkuci i vogël, i cili është me krah dhe fluturon. Dërkucat janë shumë sensitiv, janë goxha inteligjent, empatik në të njëjtën kohë dhe fakti që është me krah ju tregon pra për një dhe është bebe, është i vogël, ju tregon për lirinë dhe çiltërsinë që ju mund të keni në këtë periudhë në jetën tuaj. Mund të jeni shumë kurioz ndaj gjërave në të cilën janë të reja për ju, gjëra të cilat ju mendoni, si mund ta bëj këtë gjë, ose si mund ta bëj këtë projekt. Si mund ta bëj këtë projekt, si mund t'i çoj gjërat më para dhe si mund të investoj në veten time. Pra mund të jetë kurioziteti i lidhur në të njëjtën kohë edhe pra kurreshtja e lidhur me dëshira, ndonjëherë edhe infantile, shumë femërore, shumë fëminore, që kërkoni të gjeni gjëra të reja për veten tuaj. Jeni kurioz të mësoni më shumë. Ndoshta disa mund të jenë kurioz për veten e tyre, për jetën e tyre, për karmën, në varësi të secilit. Duhet të keni kujdes në fakt nga njerëzit ju thuhet letra e orakullit në këtë rast, të cilët janë dy fytyrësh me ju, njerëz të cilët hiqen si miq, por moralisht mund të kenë tendenca të tjera. Është një periudhë kjo në të cilën ju në mënyrë shumë të suksesshme do të arrini të kapërceni energji pozitive pra problemet tuaja. Ndoshta do të merrni ndihmë nga universi, nga jeta ose nga njerëz që do të jenë të rinj në jetën tuaj. Jo nga persona të cilët janë miq dhe ju i konsideroni miq, por realitet nuk janë dhe ju premtojnë shumë, pra që ne do të bëjmë këtë, ardhmja do të jetë e mbar. Pra këta njerëz do t'ju shgënjejnë, por ju do të arrini suksesin tuaj pa ndihmën e atyre që kanë bërë sikur janë miq tuaj, por realisht nuk janë. Kështu që është një periudhë që unë do thoja përse ju nuk duhet të dorëzoheni, është pikërisht pasi ju nuk duhet të dorëzoheni për arsye sepse ju mund të arrini gjërat në jetën tuaj vetë, ju mund të arrini me forca ose me njerëz të rinj, duke kuptuar që ata që ju rrethoni ndoshta nuk i pëlqen kurioziteti juaj, nuk i pëlqen gjërat që ju kërkoni të manifestoni ose të arrini në këtë jetë, në këto momente, në këtë periudhë. Do të vazhdojmë sërish për të parë mesazhin për sot. Ju do të vazhdoni të mos dorëzoheni për arsye se po e hap dhe letrën e Major Arkanës. Kemi një zgjim shpirtëror në këtë rast. Kemi
letra e major arkanës në këtë rast ju thuhet që ju do të filloni të kuptoni shumë gjëra që ndodhin rreth jush. Ju do arrini të kuptoni se kush person është i duhur për ju. Ju do arrini të kuptoni se cilat janë qëllimet e njerëzve që janë pranë jush. Ju do arrini të kuptoni shumë mendimet të cilat janë toksike për ju dhe ju duhet të ecni para dhe të mos i mbani ato nëse doni që të avanconi. Kemi influenca të këqija të njerëzve të cilët kërkojnë të bëhet jeta jonë sipas këndvështrimit të tyre dhe ajo çfarë mesazhi përcillet në këtë lexim është goxha i qartë pasi ju thuhet kujdes nga influenca dhe e njëjta letër të dyja në fakt ju thon kujdesni nga influencat e jashtme të cilat janë toksike dhe nuk janë të mira për ju, pra janë nga njerëz të cilët nuk janë pozitiv në jetën tuaj dhe mundoni këtë forcë dhe këtë le të themi kuriozitet fëminor ta mbani brenda shpirtit tuaj. Nëse keni plane, projekte, mos i ndani me njerëzit e tjerë, sepse unë shoh diçka e re që fillon dhe manifestohet. Ju që të vegjël keni qenë njerëz kreativ, keni pasur ëndra ndoshta paralajmëruese, kafshët, shpendët, gjithmonë kanë qenë ata të cilët ju kanë tërhequr, prandaj dhe ndoshta ju keni zgjedhur edhe letran me dërkucin e vogël dhe këtu ju thuhet që intuita juaj nuk ju ka gënjur kur. Ju jeni njerëz të cilët intuitën e keni goxhan të prekt dhe për të manifestuar gjërat në fakt ju duhet të jeni të lirë. Ju duhet të mos orientoheni apo të shikni apo të kopjoni format apo suksesin e askujt. Pse? Sepse ju do të dështoni nëse do të veproni në këtë formë. Sepse ju jeni unik, mënyra se si ju veproni, mënyra se si ju e shihni botën, është kaq ndryshe nga të tjerët, sa që nëse ju do të vishni rrobat dhe mënyrën e jetesës së dikujt tjetër, ju nuk do të ndiheni komfort në to. Jeni goxha intuitiv, ju thuhet lidhuni me shpirtin tuaj më shumë për të manifestuar gjërat. Ju nuk duhet të dorëzoheni sepse shpirti juaj, çfarëdo lloj problemi që është duke kaluar në këto momente, ju keni një shpirt kreativ. Ju keni një shpirt që do filloni gjithmonë të propozoni ide të reja. Dhe ka dy kategori njerëzish, ose ju duan shumë, ose nuk ju pëlqejnë fare për mënyrën se si ju jeni. Pra kemi dy ekstremitete do thoya të njerëzve që mund të rrethohen, ose që ju keni hasur në jetën tuaj. Shikoj në fakt një liri shpirtërore që ju kërkoni në këto momente ta ndërmerrni. Kur bie nata, shikoj që disa për jush mund të lidhen shumë me mënyrën kreative që të shkruajnë diçka ose të krijojnë diçka. Keni nevojë që nëse keni një ide të re, të mos jeni në influencën e shumë njerëzve. Pra të jeni në botën tuaj, të jeni vetëm dhe vetëm në këtë formë ju do arrini të krijoni diçka unike. Dhe zgjoheni, kemi një letra e major arkanës në këtë rast, ju thuhet që shumë gjëra janë duke ju folur, thjesht ju doni qetësinë për të lidhur në fakt me shpirtin dhe me misionin tuaj apo me atë çfarë ju doni të krijoni në këtë periudhë. Më vjen mos dorëzim për arsye sepse influenca e njerëzve të tjerë janë ata të cilët nuk janë të sinqertë me ju dhe janë ata të cilët mund t'ju ngatrojnë në vorbullat, në problemet, në energjinë e tyre dhe ju se ju jeni të dobët që jeni në këtë rreth toksik, por thjesht ju jeni ngatruar, do të thoja, nga influenca e njerëzve të tjerë, ose nga suksesi i njerëzve të tjerë, ose nga ecuria e njerëzve të tjerë dhe pastaj ndjeni veten të ngatruar, të ngarkuar. Dhe në fakt letra këtu është shumë e qartë duke ju thënë që merrni kohën tuaj, gjërat do vinë tek ju, ju do të keni suksesin e merituar, jeni një shpirt goxha kreativ, krijues, shpirtëror, empatik, i lidhet me kafshët, kafshët i flasin, shpendët i flasin, ëndrat janë shumë të prediktive, parashikuese, intuita juaj nuk ju gënjen,
thjesht merrni kohën për të lidhur me veten tuaj, sepse ajo çfarë unë ndjej në këto momente është një moslidhje me shpirtin tuaj, sepse vjen nga tikimet e njerëzve të tjerë. Këtu do shikojmë letrat e mia. Për ata të cilët janë të rinj në këtë channel, më duhet ju them që kam krijuar 70 letra orakulli, të cilat ju mund t'i blini vetëm nëpërmjet faqes së Instagramit Tarot Spirit Therapy, në të cilën e menaxhoj unë. Dhe aty hedh postime pothuajse ditë për ditë për interpretimin e ëndrave, për simbole të ndryshme, gjithashtu dhe për letrat e mia të cilat vinë në këtë kuti që është magnetike dhe vjen me një libër në gjuhën shqipe, 357 faqe me ngjyra dhe me një set prej 70 letrash. Dhe dërgesa bëhet në të gjithë botën, nuk ka rëndësi se ku jetoni, në Shqipëri, në Evropë, në Amerikë, kudo që ju të ndodheni, unë bëj dërgesat e librit. Kështu që të librit dhe të orakullit. Në libër thuhet se si ju t'i përdorni këto letra. Le të shohim së bashku se çfarë mesazhe ato kanë për ju sot për numrin 1. Okej. Letrat sot duhet të flasin. Energjia juaj numri 1. Shiko se si unë thash që ju jeni shumë sensitiv, fëminor, që në momentin e parë të leximit e thash këto dhe ja ku rezonon me dërkucin me krah, që është diçka jo reale, por në të njëjtën kohë shumë fëminore, se fëmijët mund ta vizatojnë në këtë formë. Shikoni këtu delen e cila ju thuhet se ju jeni një shpirt goxha i ndjeshëm, zemërbut, pafajësi, prosperiteti vjen vonë. Pra suksesi që ju kërkoni në këto momente ndoshta nuk ka ardhur tek ju, jo se ju nuk e meritoni, jo se ju nuk keni bërë një punë të mirë, por sepse duhet më shumë kohë dhe ju jeni goxha gentil, goxha të ndjeshëm. Kështu që merrni kohën tuaj kur bëni projektet, jeni më pozitiv me veten tuaj dhe në të njëjtën kohë këtë ndjeshmëri që ju keni, mos lejoni që njerëzit e tjerë t'ja marrin për dobësi. Sepse unë këtë është ajo çfarë shikoj. Pra, një ndjesi pozitive shumë e mirë e juaja, por që në fakt merret si në pjesën negative nga njerëzit e tjerë. Elementi i tokës në këtë rast, ju thuhet që mundoni të jeni pak më me këmbë në tokë, më realist, nëse gjërat nuk shkojnë mirë, mundoni të jeni më gentle me veten tuaj, më gentil, pra t'i thoni vetes nuk ka problem, edhe mund të dështoj, nëse dështova, mësova, dhe ndërkohë mos e krahasoni veten me njerëzit e tjerë dhe mos ja jepni fokusin dhe energjinë tuaj maksimalisht njerëzve të tjerë. Pra këtë gjë ju thuhet në këtë periudhë, madje konsumoni dhe perime të cilat vijnë nga toka. Pra lidhuni më shumë me elementin e tokës, sepse ju keni një tendencë ose të ikni shumë lart në elementin e ajrit, pra të mendoni shumë, të largoheni totalisht nga realiteti, ose të jeni shumë realist, por realist kur bëheni realist, bëheni dhe depresiv, pra sepse mendoni që ky është realiteti im, unë nuk jam e aftë, apo javë për të arritur qëllimet e mia, sepse shikon të tjerët si ecin. Kështu që keni dy lëvizje të cilat nuk ju bëjnë mirë, nuk janë të shëndetshme. Le të shohim së bashku letrën tjetër se cila do të jetë energjia që ju do të haseni dhe që letra ju sugjeron, pra për qenë më të lumtur, për qenë më të përmbushur. Keni kujdes nga njerëzit të cilët janë jo të sinqert me ju. Keni kujdes nga ata të cilët ju bëjnë të ndiheni më pak ose jo të vlerësuar. Mos e shihni veten tuaj jo të përmbushur, mos e shihni veten tuaj që ju nuk po arrini asnjë gjë dhe njerëzit e tjerë ju marrin jo ashtu siç ju do dëshironit, sepse ka raste në të cilën ju e sulmoni veten tuaj me mendimet tuaja, bëheni tepër emocional, edhe kjo është një nga gjërat negative të thoja që duhet ta ndryshoheni. Dhe Dorë Leci në këtë rast ju thuhet jo kreativitet, pra kreativitet jo prakticitet, ju thuhet që ju jeni kreativ si shpirt. Problemi është prakticiteti, dhe problemi është tek mënyra se si ju t'i vendosni në praktik
ide tuaja ose të jeni më realist në realitetin e jashtëm, gjë që në fakt nuk është e lehtë për shpirtin tuaj, sepse ju jeni goxha empatik, shpirtëror, edhe është goxha e vështirë. Megjithatë, në kontekstin e plot ose në përmbledhjen e leximit për ju është që ju nuk duhet të ndërzoheni për arsye sepse shpirti juaj ka nevojë për fokusin tuaj, siç ju e njihni shpirtin tuaj, askush tjetër nuk e njeh. Mundoni të vendosni disa barriera që të mos sulmoheni nga njerëzit e tjerë në të cilën nuk e respektojnë limitin e shpirtit tuaj, mund t'ju lëndojnë. Pra është momenti që ju ta ruani këtë gentillnes të cilën ka shpirti juaj. Gjërat do vinë tek ju definitivisht, por duan kohë dhe energjia e letra e fundit që do të marrim për ju sot. Ju jeni njerëz që ju pëlqejnë librat, ju pëlqejnë kultura, ju pëlqejnë gjërat e në të shkuar, ndoshta jeni lidhur edhe me gjyshet, kulturën e vjetër, ka gjërat të cilat ju çon pas në kohë, historia. Ju thuhet që shumë herë ju e gjeni veten në libra sesa në realitetin e tanishëm, pra me njerëzit, dhe po ushqeni më shumë dijen tuaj dhe ndjen sepse më lëviz kamera. Okej, ushqeni dijen tuaj, mësoni më shumë dhe jepni kuptim jetës tuaj. Në këtë rast ju thuhet që mundoni të krijoni një balancë, dhe realisht jemi futur në periudhën e sot është tetor dhe jemi futur në energjinë e peshorës, pra kur ju duhet të balanconi energjinë shpirtërore ose shpirtin tuaj me mendjen tuaj. Në mënyrë të tillë për të gjetur këtë balancë që në këto momente ju ka ikur pak, pra jeni në disbalancë shpirtëror. Pra energjikisht unë do ju shihja në një periudhë të cilën ndjeheni jo të vlerësuar ose ndjeheni që kreativiteti juaj nuk po shkon ashtu siç duhet që ju të jepni maksimumin tuaj, dhe ndjeni ndonjëherë që jeni të rrethuar nga njerëz që nuk janë pozitiv ose nuk e kanë parë me syrin gentillnes ashtu siç ju do dëshironit. Në fakt letra ju thuhet që mos i jepni shumë rëndësi njerëzve të jashtëm edhe influencave, apo mos u bëni cikël, se po ta shikojmë edhe rrethin këtu, mos u bëni pjesë e ciklit toksik të njerëzve të tjerë, sepse ju keni një tjetër mision. Dhe nëse ju harroni misionin tuaj shpirtëror dhe endeni pas suksesit ose ciklit të jetës se si e bën njerëzit e tjerë, ju të gjithmonë do të jeni shpirtërisht të poshatisur, pra jo të përmbushur. Në këtë periudhë do të jetë një muaj, mendoj, që ju do të reflektoni dhe do të filloni të krijoni pak balancë, mendja, shpirti, si duhet vendos barierat dhe ku duhet fokusohem. Megjithatë që do të keni sukses definitivisht, po madje edhe letra e fundit që thuhet për librin, thuhet që do të krijoni historinë tuaj, por duhet kohë, sepse për të krijuar një histori duhet definitivisht kohë. Asnjë, pra është si shpreha që Roma nuk është krijuar brenda një dite. Pra duhet kohë për të krijuar dhe për të kuptuar shumë nga pse që ju keni në këtë periudhë. Faleminderit që ndoj që deri në fund këtë lexim, ju të numrit 1, nëse ju rezonoi dhe nëse ju keni zgjedhur këtë numër, ju lutem më komentoni poshtë. Faleminderit, shihemi bashkë në videot e radhës, deri atëherë, miru takofshim. Përshëndetje ju që zgjodhët numrin 2. Besoj mund të jeni goxha sensitiv si njerëz, ju pëlqen ingroti, ju pëlqen deti, bota nënujore, goxha ekspresiv do të thoja në të njëjtën kohë, fakti që keni zgjedhur këtë peshk që quhet koi fish. Pra, shpirti i këtij peshku që quhet koi fish. Edhe në fakt ka një mesazh në cilën ju thuhet there is always enough, ka gjithmonë mjaftueshëm. Ndoshta në këto momente ju jeni duke kërkuar për bollok ose për gjëra të cilat të ecin shpejt, gjëra të cilat ju keni nevojë të dini përgjigje ose të kërkoni para, sepse peshku në të njëjtën kohë si në leximin e kafes, ashtu dhe në leximin e letrave apo të interpretimit të ëndrave, gjithmonë prezanton lek. Kështu që në këtë rast unë do thoja në të njëjtën kohë edhe lek. Pra në këto momente ndoshta jeni shumë të fokusuar të doni lek të shpejt dhe ndoshta keni shpenzime dhe gjatë kohës jeni fokusuar në këtë pjesë, më duhen lek, çfarë duhet të bëj. Dhe pse ju duhen lek? Shumica prej jush sepse duheni të krijoni një bazë
në të cilën të ndjeheni të sigurt, të vendosni në anë, por në të njëjtën kohë të investoni ose për të krijuar siguri për fëmijët tuaj. Po ta shikojmë këtu kemi pra një nest, pra kemi një zog që ka krijuar folën e vet dhe ka vezët. Diçka e re vjen në jetën tuaj kreative ose diçka ju jeni duke punuar për të patur ndoshta më shumë para në të ardhurat që ju kërkoni të merrni, dhe emocionalisht të filloni të ndiheni më që ju kërkohet të jepni akoma më shumë ose të kujdeseni akoma më shumë. Definitivisht ju vjen diçka e re në jetën tuaj. Këtu gong që ju thuhet është një pra le të themi një event i ri apo një lajm i ri që ju vjen në këtë periudhë në jetën tuaj. Për disa mund të jetë që presin një fëmijë, për disa mund të jetë presin një lajm pozitiv për sa i përket ekonomisë së tyre. Pra kemi diçka të re që hyn në këtë periudhë në jetën tuaj. Letrat e tarotit në këtë hedhje, që është numri ju 2, po hap edhe orakull e tarotin të Major Arkanës, dhe është goxha interesant në fakt leximi për ju, për arsye sepse kemi një energji shumë mistike në leximin tuaj. Nuk e di pse, por mua më lidhet që ju arrini një projekt profesional ashtu siç ju e keni menduar. Më thuhet që ka ardhur momenti që e gjithë dhia që ju keni marrë deri në këtë periudhë kohe, aq sa ju keni jetuar, është momenti ta vendosni në funksion, pra në punë. Pse? Sepse ju po ta shikoni kemi një Çelës. Çelësi është në dorën tuaj, pra ka arritur momenti që ju të përdorni dijen tuaj ose ta çlironi veten tuaj nga energjitë të cilat nuk kanë qenë të shëndetshme për ju deri më tani. Pra është momenti që ju të fokusoni tek suksesi afatgjat dhe mos të lejoni asnjë vështirësi dhe asnjë person t'ju thotë një udhë tjetër. Për ata të cilët janë në një biznes të ri, në cilën unë shoh këtu që kemi diçka të re që hyn në jetën tuaj ose që jepet dritë, më thuhet që jeni kreativ, artist, doni diçka ta ngrini nga zera dhe ta krijoni, dhe do të ketë sukses. Pra ju thuhet që në idetë tuaja, qofshin këto profesionale, qofshin këto kreative, do të keni sukses. Dhe përse është pyetja e këtij leximi të sotëm, përse ju nuk duhet të dorëzoheni, është sepse ju i keni arritur në pikën në të cilën ju tani do të keni sukses. Pra nëse ju lini punën në këtë periudhë, do të ishte një gabim, sepse ju jeni në fazën finale. Dhe diçka ju plotësohet, diçka ju arrini ta menaxhoni madje më së miri. Dhe energjia juaj është këtu, atje pra në shumë drejtime. Por gjithsesi është e suksesshme dhe kjo është pozitive. Ajo e cila është negative në fakt është kjo letër që është letra e djallit. Letra e djallit në fakt historikisht në tarot është parë si diçka e frikshme, ashtu si letra e kullës apo letra e vdekjes, por më lejoni t'ju them që çdo letër është gjithmonë në kontekstin e leximit, e personit, e pyetjes, e tematikës dhe në marrëdhënie me letrat e tjera. Pra një letër nuk ka vetëm një interpretim, dhe u mësua përmend dhe kjo është taroti, sepse ashtu do të bindej që gjithë njerëzit mund ta lexonin tarotin më së miri. Por taroti është një ngërshetim elementesh, ndjesish dhe letrash të cilat edhe tematika pyetje pra që referohen gjatë një leximi dhe më pas merret mesazhi ashtu si në ëndër. Pra një element nuk ka vetëm një interpretim të caktuar. Megjithatë, kjo letër në këtë lexim tregon që ju mund të keni frika. Frika të cilat mund të jenë frika që unë do të shtoj, frika nëse unë do arrit të kem sukses në gjitha ato që unë ndërmarr, frika nëse e krahasoni veten me suksesin e njerëzve të tjerë, frika të brendshme sepse ndoshta ju nuk keni pasur sukses më përpara apo është ndërmarrje e diçka të re, dhe këto frikat ju kanë lënë ndonjëherë të mos ecni, të mos progresoni. Ajo që ju thuhet në këtë rast është
Kini kujdes nga syri negativ, mos flisni me njerëzit e tjerë në mënyrë tillë që mos ta hajni me sy, mundohuni të hiqni frikat tuaja pasi janë frika që ju i projektoni dhe ju a bën mendja këtë burg shpirtëror dhe nuk është realiteti i jashtëm. Madje letrat janë goxha pozitive, ju thuhet që jeni një fazë të re të cilën i do të keni progres dhe gjërat do të shkojnë mirë. Sot unë do të prezentoj për ata cilët janë të rinj në këtë YouTube channel letrat e mia të orakullit. Unë kam krijuar këtë set orakull, janë 70 letra orakullit, të cilat vijnë në këtë kuti magnetike, që është pothuajse 1 kile bashkë me një libër 357 faqe në gjuhën shqipe me ngjyra, në të cilën do ju thotë se si ju mund t'i lexoni këto letra orakulli dhe t'i përdorni vetë në shtëpinë tuaj. Mund të krijeni në mëngjes dhe thoni cila është energjia që më sugjerohet në këtë ditë dhe ju merrni një letër. Jo për parashikim, por për konsultim edhe për motivim shpirtëror. Unë bëj dërgesa në të gjithë botën, por për t'i porositur këto letra bëhen vetëm nëpërmjet Instagramit, faqes time personale Tarot Spirit Therapy. Kështu që nëse jeni të interesuar, mund të më shkruani atje për t'i bler këto letra. Le të shohim së bashku se cila është energjia aktuale e juaja. Numri 2. Ju shikoj në det, dhe në fakt çuditërisht është shumë interesante sepse i fillon me ujë dhe me peshkun dhe prap ju lidhet elementi me letrat e mia, të cilat janë goxha shumë, unë do thoja accurate, në shqip s'po vjen fjala, të sakta në momentin kur bëhen pyetjet, sepse në libër ju do të keni edhe mënyrën se si ju duhet pyesi, sepse jo çdo pyetje ngrihet në një lehtësim shpirtëror, dhe më pas ju shihni se ato në fakt ju flasin kaq në mënyrë të drejtë për së drejti. Dhe duke arritur këtu, po ta shikojmë, ky peshkaqeni është duke ngrënë një peshk. Pra peshku ju lidhet sërish. Peshku i madh hap peshkun e vogël, duke i thënë që keni kujdes sepse egoja juaj mund t'ju prishi punë në gjërat në të cilën ju kërkoni të ndërmerrni. Mundohuni të jeni fleksibël, të merrni gjërat hap pas hapi dhe jo të kërkoni peshkun e madh, sepse do të jetë gjithmonë dikush tjetër që do t'ju sulmoj nëse ju kërkoni kafshatën më të madhe. Pra merrini gjërat hap pas hapi dhe mos u bëni egoist, mos u bëni keni limite, mos vendosni gjërat të palimituara në mënyrë të tillë për të patur një sukses të progresiv, do thoja, por edhe bazik që zgjat goxha. Ju thuhet që në këto momente, në këtë periudhë jeni goxha të shqetësuar dhe në fakt rezonon edhe me letrën e djallit frikat tuaja të cilat janë të brendshme. Keni nevojë të pushoni, keni nevojë sepse ndjeni sikur sa më shumë kërkoni ose ajo çfarë kërkoni pas ka dhe një blokim, pas ka dhe këtë, pas ka dhe atë. Pra ju thuhet që merrni kohën tuaj, suksesi do të vijë tek ju, por mos kërkoni shumë gjëra në të njëjtën kohë, pra hapa të mëdha. Mjafton që ju t'i merrni hap pas hapi. Letra e cila vjen energjia në muajt në vazhdimsi, prap çaj ju tregon prap për një periudhë në cilën ju keni nevojë shpirtërisht të qetësoheni, ndani ndjenjat me njerëzit tuaj të dashur, të cilët mund të jenë një mike, një shoqe, një shok, që ju mund të flisni për problemet tuaja, për ndjesitë tuaja aktualisht, se si ju ndjeheni, çfarë ata ju sugjerojnë. Mund të flisni për shumë gjëra, por jo për problemet, sepse kjo është nga gabimet që njerëzit bëjnë, që ulen edhe flasin vetëm për probleme dhe harrojnë realisht që në kafe vetë për të shijuar dhe për të qetësuar dhe jo për të mbi ngarkuar sërish me problemet që ne hasim çdo ditë. Pra ju thuhet që jepini një stop mendjes tuaj, jeni në rrugën e mbar, kështu që nuk duhet të dorëzoni për asnjë gjë, mos i lini frikat që t'ju hasin ose t'ju vrasin ato dëshira që ju keni për të arritur. Madje po ta shikojmë në këtë letër këtu shumë interesante në fakt. Kjo është koka dhe këtu kemi vrimin e Chelsea dhe këtu kemi Chelsea. Pra po ta shikojmë, Chelsea është mendja juaj. Pra është një lojë apo një truk në të cilën ju bën trik, që ju bën mendja juaj, dhe ju angatron gjërat, ju a bën si labirint,
Pra ju mbyll në një guask dhe nuk ju lë të lirë, por ju e keni Chelsea, kështu që është pak që duhet punoni me veten tuaj. Dhe letra e fundit në fakt për ju, si energji, unë po marr. Si energji numri 2. Siklet dhembje pa kënaqësi. Ndoshta sepse ju kërkoni shumë dhe kjo letër ju thuhet, ashtu siç unë ju thash pak më parë, kërkoni pak ose kërkoni gjëra që ju doni të arrini, merrini hap pas hapi. Në këtë mënyrë ju do të keni sukses. Sepse jeni të pakënaqur aktualisht dhe në fakt është edhe perceptimi juaj që ju bën këtë lojën të pakënaqjes. Unë mendoj që në fakt ju të numri 2 kërkoni më shumë para, kërkoni më shumë të shpenzoni më shumë, të blini më shumë, kërkoni disa të marrin territore, disa të marrin të blini rroba të shtrenjta ose disa të gjeni punë goxhat mirë, ju pëlqen luksi, ju pëlqen e bukura dhe nuk kënaqeni me pak. Eksaktësisht kjo do të ishte fjala që unë do të shikoja ju numër 2. Pra ju nuk kënaqeni me ato që keni. Prandaj mundoni të punoni pak me mendjen tuaj se sado që ju të keni, prap ju do të jeni jo të lumtur. Pra kjo është një punë që ju do të t'i thoni vetes, unë kam ardhur me asgjë, do ikim me asgjë, por edhe nëse arrit diçka, unë jam prapë lumtur dhe kënaqur me ato që kam arritur dhe jeta është e shkurtër, është një udhëtim shpirtëror dhe kaq. Sepse ju shikoj goxha të ngarkuar mëndërisht të thoja. Faleminderit që më dogj që deri në fund, unë ju uroj një muaj të mbar dhe shihemi bashkë në video të radhës deri atëherë. Miru takofshim. Përshëndetje ju të numri 3. Numri 3 ka zgjedhur pikërisht këtë buburezin e vogël në të cilën ju thuhet, pra në mesazhin këtu ju thuhet, po mundom ta foj fokus, magjia punon ose vjen nëpërmjet jush. Dhe është shumë interesante sepse pesa dhe dyshin për 7-ën, numër magjik, numër universal, ju thuhet që duhet të fokusoheni më tepër tek gjërat të cilat janë të bukura, janë të vogla, janë unike. Po ta shikojmë edhe kjo bubureci këtu është shumë unik për arsye sepse është goxha i vogël edhe bën ato zhurmën karakteristike të vetën, ka ngjyrën jeshile, gjë që unë do thoja mundoni, jeshila lidhet gjithashtu edhe me pjesën e shpirtit, e trupit, në të cilën ju duhet të hapni si energji për të besuar më shumë, për të pranuar që energjikisht gjërat e reja të vinë. Mendoj që jeni goxha njerëz të mbyllur, që mund vishni më tepër ngjyrën e zezë, por që keni një botë shumë interesante që nuk kuptoheni lehtë nga bota tjetër dhe i mbani gjërat brenda jush, lidheni shumë me të shkuarën, lidheni shumë me gjyrshit ose me ata që kanë ikur nga jeta dhe keni në të njëjtën kohë edhe këtë ju hapet një energjia shpirtërore. Jeni goxha të iluminuar, pastaj ju mbyllet, pastaj hapni prap. Pra jeni në një fazë të tillë në të cilën kjo si insekt ka qenë goxha edhe i pranishëm në Egjipt, si simbol dhe prap është lidhur me pjesën e ndryshimeve, e shpirtit, e dijes, kështu që mendoj që shpirti juaj është i tillë. Këtu ju lidhet me delfinin, një shpirt paqësor, ju keni nevojë për pushime, do thoja, ose keni nevojë për pushime, jo vetëm pushime fizike, por edhe për pushim shpirtëror, për të larguar nga realiteti. Në këto momente kërkoni që të keni më shumë mundësi pune, vlerësimi, lekësh, por të cilat arrihen dhe ju do të jeni të lumtur. Ju thuhet të ndisni një qiri në të njëjtën kohë, sepse gjëra do të vinë shumë butësisht e do ju hapen portale, do thoya ndoshta shpirtërore, të cilat do t'ju udhëzojnë se çfarë ju duhet të merrni si udhë shpirtërore. Në këtë periudhë ajo çfarë ju nuk duhet të dorëzoheni në këto pak letra që unë hodha është për të mos lënë veten tuaj më njan, sepse në fakt ju ose jeni shumë të komunikativ, pra jeni shumë shoqëror, bëni shumë për njerëzit e tjerë, ose pastaj mbylleni veten tuaj dhe nuk doni të rini me asnjë. Dhe mërziteni shpejt me njerëzit e tjerë. Pra një gjë të vogël të bëjnë, pa mërziteni dhe nuk doni më të keni miq. Në fakt, letra ju thuhet që merrini të gjithë përvojën jetësore tuajën
dhe mos u dorëzoni, sepse kjo është një udhë që ju duhet të haseni me njerëz, të haseni me vështirësi, të haseni me ulje ngritje në mënyrë të tillë që ju të kuptoni evoluimin shpirtëror dhe jo vetëm. Dhe unë mendoj ose ndjej, do thoja në këto momente, që shpirti juaj ka jetuar jetë të ndryshme. Pra ju vini me një bagazh, ju jeni intuitiv, ju lidheni shumë edhe kërkoni të dini si vdiq njëri, si është shpirti, si kalon në botën tjetër, ose këto pjesët e investigimeve kriminale që ndoshta mund t'ju tërheqin më tepër. Pra jeni persona që gjithmonë do të hidhni dritë mbi errësirën ose mbi atë që është jo shumë interesante për njerëzit e tjerë, ose njerëzit e tjerë nuk janë shumë të fokusuar për të ditur mbi spiritualitetin apo mbi gjërat të cilat shumë njerëz të tjerë nuk flasin. Por ju jeni një shpirt i vjetër dhe jeni një shpirt që lidheni me botën shpirtërore. Le të shohim letrat e tarotit në këtë rast dhe letrën e Major Arkanës, që është pjesa e tarotit sërish. Madje pjesa më e rëndësishme, do thoja unë, sepse Major Arkana gjithmonë flet për ndryshime radikale në jetën tonë dhe Minor Arkana për ndryshime të vogla, që mund të ndodhin apo mund të mos ndodhin. Por në rastin konkret ne kemi Major Arkana që kemi këtu një moment pauza. Është një letër shumë e bukur, është ylli, në të cilën i thuhet ju keni dëshira, ju komunikoni me universin. Ju jeni të lidhur shumë me universin, ju jeni të lidhur me gjërat të cilat janë përtej botës, pra që janë në univers, që janë në galaksi, që nuk janë të prekshme apo të arritshme nga shumë njerëz të tjerë. Ju frymëzoheni nga nata, ju frymëzoheni nga këto pjesë të cilat janë të universale, mistike, ndryshe nga njerëzit e tjerë. Prandaj dhe ju mërziteni me njerëzit e tjerë, sepse ju nuk bëni pjesë në pjesën e masës. Dhe masa ndonjëherë ju shikon si njerëz bizar, si njerëz të çuditshëm, si njerëz vetmitar. Por në fakt kjo është fuqia juaj. Kjo është forca juaj, syri i tretë, syri që ju mund të shihni dhe të flisni, dhe ju keni nevojë që kur të uleni në tavolinë të flisni për gjëra mistike. Sepse nëse nuk flisni për gjëra të reja, gjëra mistike apo diçka që ju mbush shpirtin tuaj, për ju ajo kohë me njerëz të tjerë është humbje kohe, madje filloni të keni edhe dhimbje koke. Pra të mos ndiheni të motivuar. Për sa i përket letrave të tarotit në këtë rast, më thuhet që ju keni një dëshirë, dhe kjo dëshirë vjen tek në jetën tuaj, realizohet, dhe ndiheni goxha të motivuar, ndiheni që po arrini atë qëllimin tuaj. Në jeta juaj, nëse nuk ka diçka që ju motivon, ju ndiheni jo të karikuar shpirtërisht, por mendoj që në fakt vjen diçka që ju karikon ose ju motivon shpirtërisht. Ju shikoj që jeni shumë të lidhur me familjen, me nënën, me fëmijët, do të takoni të afërmit tuaj shumë shpejt, do të jeni me ata, jeni shumë të lumtur kur jeni të gjithë bashkë. Lidhja juaj shpirtërore është kur të gjithë janë në jetë dhe të gjithë janë bashkë dhe të lumtur. Jeni goxha shpirtëror edhe fëminor në të njëjtën kohë, pra ju mund të rriteni në moshë edhe si trup, po prapë brenda jush jeni fëmijë, me një dije të jetës së mëparshme goxha të hershme. Dhe në fakt këto janë ato kontraditat brenda shpirtit tuaj që nuk bëjnë një vilin e arë dhe ju bëjnë gjithmonë të mos ndiheni të lumtur, do thoja. Jeni njerëz që jeni goxha kreativ dhe kërkoni të lexoni gjëra të reja dhe të ndani këto me botën, dhe ju shikoj që në fakt do udhëtoni. Tani udhëtimi mund të jetë fizik, mund të jetë edhe shpirtëror, mund të jetë edhe që mendja juaj mësoni gjuhë të huaj, mësoni diçka nga një kulturë e re. Ju kërkoni që kur ju jepni diçka, t'ja jepni botës. Pra nëse mësoni diçka të re, ta ndani me njerëzit e tjerë. Të mos ta mbani vetëm për veten tuaj. Dhe kjo është fuqia juaj, është destini juaj, që ju keni ardhur për të ushqyer shpirtin dhe mendjen e njerëzve të tjerë, për të sjellë diçka të re tek njerëzit e tjerë. Ky lexim në fakt fokusi ishte tek përse ju nuk duhet të dorëzoheni. Dhe ajo çfarë në fakt unë shok tek ju që zgjodhe numrin 3 është që ju mos të dorëzoheni, sepse ju keni goxha dije edhe intuit
që vijnë nga jetët e mëparshme që nuk duhet neglizhuar, një lidhje goxha e fortë me paraardhësit, me stërgjyshit apo me gjyshit që kanë vdekur, që ju mund të lajmëroni për gjëra që kanë ndodhur, me gjëra mistike që ju ndodhin ju dhe i vetëm ju e kuptoni, dhe keni një botë kaq shumë sensitive familjare që ju mund të sakrifikoni veten tuaj për familjarët, të etur për të mësuar gjëra dhe për të ndarë me botën dhe për të dhënë dritë tamam si një yll, pra për të dhënë, pra që duket në qiell, por për të dhënë dritë do thoja në aspektin shpirtëror dhe për t'i orientuar njerëzit e tjerë që ka dhe diçka në botën, pra në botën le të themi jo materiale, ka diçka tjetër, i nuk është bota vetëm ne jetojmë në pas vdesin. Unë sot do t'ju prezentoj me letrat e orakullit që kam krijuar vetë, janë 70 letra orakulli, të cilat vinë me një kuti magnetike, e cila peshon pothuajse 1 kg, dhe kjo kuti magnetike ka brenda librin që unë kam shkruar 357 faqe me ngjyra. Dhe ju mëson se si ju duhet të bëni pyetje, si ju duhet të krijoni letrat, ka historinë time këtu, se si ka lindur gjithçka me leximin e orakullit dhe tarotit tek mua, dhe mënyra se si ju mund t'i përdorni këto letra. Pra ju mund ngrini mëngjes të merrni një letër dhe thoni cila është cili është mesazhi shpirtëror për sot, çfarë duhet të konsideroj sot. Pra jo për të parashikuar, por për të motivuar shpirtërisht. Unë bëj kërkesa në të gjithë botën, nëse ju jeni të interesuar për këtë set librash, ju mund të për këtë set libri dhe taroti, në të njëjtën kohë që vinë bashkë, ju mund të më shkruani në faqen time të Instagramit Tarot Spirit Therapy. Vetëm aty bëhen blerje dhe aty mund t'ju dërgoj informacione se si mund ta blini këtë set. Le të shohim se cila është energjia juaj aktuale. Numri 3. Në këto momente ju thuhet që mos i flisni vetes tuaj keq, mos u ushqeni keq, mos ulni vlerat tuaja dhe kërkesat për të arritur gjërat në të ardhmen, dhe mos ndoshta u bëni dembel për të thënë që jo, gjërat nuk më ecin, kaq unë e kam, gjërat nuk shkojnë mirë, ndoshta unë nuk jam më fat, apo sepse shikoj në fakt një periudhë që nuk e qenë fort pozitive me ju, nga ana ndoshta shëndetësore, nga ana ndoshta edhe mendimeve, edhe energjisë, çfarë është ajo që vjen tek ju. Goxha interesante. Kjo është një letër shumë e bukur që unë e adhuroj. Në set janë 2 angjëj, një mashkull, një femër. Në këtë rast është mashkulli dhe ju thuhet që angjëlli blu që thotë kërkoni ndihmë për të finalizuar projektet tuaja. Ndoshta është momenti që ju jeni duke punuar ose kjo periudhë në krijimin e diçkaje të re, që ju thuhet që mundohuni të luteni, të ndisni një qiri dhe të ndihmoni, pra të kërkoni ndihmë qoftë edhe nga angjëjt, për të arritur qëllimet tuaja, të cilat janë profesionale. Sepse kjo periudhë është vërtet një periudhë që nuk ka qenë shumë pozitive, fort e mirë me ju për të arritur qëllimet tuaja profesionale. Megjithatë, diçka e re vjen, qoftë edhe kjo pena është që shkruhet diçka, ndërtohet diçka, lulet që vinë me pozitivitet për t'ju thënë që gjërat do të vënë në vendin e duhur. Ky luani, sepse letrat e mia janë krijuar gjithmonë me shumë simbole, edhe yjet këtu, pra po ta shikoni diçka rihet. Pjesa e luanit ju thua që arrini një standard profesional, diçka ju do dëgjoni, pra këtu kjo trompeta. Pra ju thuhet që gjërat do fillojnë të ndërtohen. Vetëm mos shihni që nuk po ecni dhe gjërat kanë ndaluar për ju, sepse nuk është e vërtet. Gjërat nuk kanë ndaluar për ju. Gjërat thjesht është një periudhë që ndoshta ju ka ngadalësuar për të arritur qëllimet tuaja profesionale, për të punuar, për të studiuar, për të shkruar diçka, por cikli juaj jetësor në botë nuk ka përfunduar ende dhe ju keni ende shumë për të dhënë. Prandaj ju nuk do të dorëzoheni për këtë gjë. Dhe letra e fundit sot për ju nga orakulli im është, çfarë duhet të konsideroni, numri 3. Shumë interesante edhe kjo letër.
dhe është një letër shumë e bukur për përmbajtjen e saj, sepse ju thuhet që shpirti juaj është shumë protektiv ndaj kafshëve, protektiv ndaj fëmijëve, nga padrejtësitë, nga gjërat të cilat për shembull për ushqimet nëse janë toksike, për njerëzit nëse janë toksik, për sistemin qoftë edhe qeveritar ose jo, ose për njerëzit kur sillen në mënyrë jo të drejtë. Pra ju jeni goxha protektiv. Jo vetëm me njerëzit edhe për interesat tuaja, por edhe për njerëzit e për interesat e njerëzve të tjerë. Pra jeni protektiv ndaj vendit, ndaj ekosistemit, ndaj kafshëve, nga të drejtave për fëmijët, të drejtat për gjelbërimin në fakt që sot dhunohet kaq shumë dhe kemi vetëm ndërtesa pafund. Pra, kjo kukull matrioshka e dim pothuajse të gjithë që brenda saj gjendet një kukull më vogël, për treguar që ju keni shumë shtresa brenda vetes tuaj. Dhe njerëzit për t'ju njohur eksaktësisht juve duan shumë kohë. Pra në pamje të parë mund të shikoj një njerëz goxha protektiv, një njerëz me mburoj, pra goxha që nuk lejon ose nuk e jep atë ndjesinë e brendshme të veten direkt, por në momentin që dikush shpenzon kohë dhe është fleksibël me ju, atëherë ndjen dhe sheh se sa shtresa protektive, shpirtërore dhe pozitive ju keni. Kështu që definitivisht ju jeni një shpirt që studioni, jeni një shpirt që nuk doni të rreshni kurrë së kuptuar i botën, misticizmin, simbolizmin, shpirtin, etc. Dhe po ju nuk duhet të dorëzoni sepse bota ka nevojë për shpirtin tuaj. Eksaktësisht. Në këtë momente disa mund të jenë nën dhe janë goxha protektiv dhe prandaj dhe ndjen goxha të ndaluar, të stopuar si kohë, por kjo është thjesht momentale, nuk është jeta juaj e shkruar mbi momentin aktual. Pra momenti aktual është thjesht një leksion shpirtëror apo një ngërç momental që ju po haseni, por nuk është definitivisht fati juaj. Bota ka nevojë për shpirtra kaq të ndjeshëm, intuitiv, kaq shumë të zgjuar për të ecur para. Kështu që është një mesazh shumë i bukur për ju të numrit 3. Nëse ju pëlqeu ky lexim dhe rezonoi me energjinë tuaj, ju lutem më komentoni. Faleminderit që ndoqët këtë video deri në fund. Do shihemi bashkë në videot e radhës, deri atëherë miru takofshim.